Përmendni këto sot ndodhin që transmeton Imam Muslimi nga Ebu Hurajra në Sahihun e tij, ku përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 kategori të njerëzve tek Beni Israilit që Allahu azza wa jall i sprovoi me një melaçe që dërgoi tek ata në formë të njeriut. Allahu e dërgoi një melaçe në formë të njeriut te 3 kategori të njerëzve, të cilët i kishin 3 cilësi të shëmtuara, të cilët cilësi i pengonin ata nga martesa, nga pasuria dhe nga dalja para njerëzve. Njeri i parë ishte lebros, që kishte likur laramane me puqtra të mdhaja. Ishte shumë fukara dhe askush nuk e martojke, askush nuk i jepke nuse. Dhe shkoj kjo melaqa, kjo njeri në formë të melaçes dhe i tha: o njeri, qëfar do të kishe kërkuti prej Allahut azza wa jall që ai ty të jep? Tha: unë kërkoj prej Zotit që të më largon këtë smundje, leprozën nga likura ime, që të mundi dal para njerëzve, dhe ta kërkoj prej Zotit të më bën nasib vetëm një deve që të kem çka të ka ta dhe pi. Melaçja ja preku ftyrën dhe ai u shëru nga kjo smundje. Ja dha një deve e cila ishte barë dhe i tha: Allahu të dhash bereqet. Ky personi u martu, u shtu derisa Allahu ja dha një lugin me deve të madhe pronë e veta. U boi i pasër, me shumë evlat dhe i bukur. Shkoj tek i dyti, i cili nuk kishte flok në kry, s'kishte askun në trup kime, i ptila dhe sprov, dhe fukara njëkohësisht, dhe i tha: çfarë do të kishe kërkuti prej Zotit? Tha: unë kërkoj prej Zotit të ma largon këtë smundje, të ma mundsoj që të kena dhe të kem kime në kry, dhe të ma bëjë nasip Allahu një lop, tha të kena tomël dhe mish. Kështu edhe ndodhi, u shëru, dhe Allahu ja dha një lugin të madhe me lop, edhe i dha shumë evlat dhe shumë bereqet. Dhe shkon tek i treti që ishte i verbër, dhe i tha: çfarë kërkon ti? Çfarë do ta kishe lut Zotin që ti të jep? Tha: unë kërkoj prej Allahut që të ma bën nasip të shoh me sytë e mi, të shoh njerëzit, bimët, krijesat që Allahu ka kriju. Dhe tha: bëne dua Allahun që të ma bën nasip vetëm një dele ta kena. Ta kena vetëm një dele. Kështu edhe ndodhi, u martu, u boi i pasër dhe Allahu e bekoi këtë pasuri dhe ja mundsoi që të ketë një lugin të madhe me dele. Pas shumë vitesh, kjo melaçja në formë të njeriu tjetër vjen dhe i viziton këta njerëz. Vjen dhe i viziton këta njerëz. Shkon tek i pari dhe thot: njeri i varfër, njeri i cili ka lepros, sepse melaçja shkoi me lepros, me smundje. Tha: për hir të Zotit, tha, ma jep tha një deve, tha, sa ta këshiri punën teme dhe të mos jes rrugve, kam bejt edhe në rrugë. Tha: obligimet janë të mdhaja, kemi shumë argjime, tha, nuk kam mundësime të ndihmu. I tha melaçja: tha, unë më duket se po të njoft, tha, ty, a nuk ishe ti ma herët lepros dhe shumë fukara? Jo, tham, ki përzime dikan tjetër. Une, anë dan kam qenë zengin, anë dan kam qenë i bukur. Tha: as kush mu së më dha as pasuri, as bukuri. Tha: kështone jam, tha, trashëgim e kam prej gjyshve të mi. Tha: Allahu ta ktheft halin si qkeve. Allahu ja kthej leprozën përsëri, ja mori e vlat, ja zhduki pasurin, u kthin në momentin dhe halin si që ka qenë më herët. Shkon tek i dyti një të hall, thot: une kur s'kam qenë qel, kur s'kam qenë pa flok, kur s'kam qenë fukara, tha, çka e tu fol, nuk t'jap edhe zhduk mu para syve të mi. Dhe tha: Allahu të kthev si që ke qenë, dhe Allahu e kthen si që ka qenë, e kthen pa flok në kry, e shëmton bukuri, ja merr e vladin, ja merr dhe edhe malin dhe kthejt fukara. Kur shkon tek i verbëri, tek i treti, thot: për hir të Zotit, kështu e kam halin. Thot: po, unë isha i verbër, ta di halin ti shtash kur je i verbër. Tha: për hir të Allahut, tha, merr çka dush nga pasuria ime, sepse unë nuk isha asgjë, as sy në ban nuk kam pas. Allahu gjitha këto mi dha,
Tha për hir të Zotit merr sa dush, tha me laçja, s'ka marrë me të marrë, ka marrë me të ashtu pasurinë. Bëri dua që Allahu t'ja shton pasurinë dhe nuk mori asgjë nga ata. O xhamat, kështu besimtari tregohet mirënjohës ndaj mirësive të Allahut Azza wa Jall. Kështu besimtari falënderon Allahun për mirësitë që ja ka dhënë, duke shpreh mirënjohjen ndaj Zotit me fjalët e tija, duke shpreh mirënjohjen ndaj Zotit me veprën e tij, duke ia zgat dorën nevojtarit. Sa familje dhe fukara kanë qenë më herët, të cilët sot nuk dinë sa pare i kanë shtëpitë e veta dhe nuk dinë njerë me zgat dorën për mirësi dhe bamirësi ndaj njerëzve. Nuk dinë njerë me zgat dorën dhe me ndihmu nevojtarin dhe fukaran që është në halin si që kanë qenë ata më herët. Sa njeriu prej rrugës e marrin popli dhe e bëjnë udhëheqës dhe prijës dhe e kur s'din me ardhë dhe me kajt dert me vlezërit e ti për nevojat dhe halët që i kanë ata, duke mendu se ajo është i menqëm dhe shkaku menqërisë që ka pas ka arrit këtë, duke mendu se ai ka trashëgu këtë mall dhe pasuri dhe si pasojë e kësaj ajo është në halën dhe gjendën që është. Jo themi gjitha këto janë si pasojë e mirësive dhe begative që Allahu u a ka dhonë atymve. O vlezër, o musliman, këtë që po e përmendi sot e kam më arsye dhe kam me pojnë caktume që është se muslimant në këto troje asë njerë si kanë pas punë të më mirë, asë njerë s'kanë qenë më gjanë, asë njerë s'kanë qenë më të pasur, ama asë njerë ma shumë se shtash nuk janë anku. Nuk janë anku, shkon dhe flet me muslimant që të natë mirat i ka, filon me të anku qëtin me adhon 5 banka. Shkon fukaraja me azgat dorën, kur t'ja nisa i me të rënit, tatimin, danokin, uje pëjen, ajo kjo, e shtin gjunaj dhe fukarajnë si shkon mendja më me lip. Qka është kjo vlazni? Me gjithë të mirësi që Allah në i ka dhonë, vallahi, këtë po i thamë që Allah të mos në i merë mirësit dhe begatit. Këtë po i thamë që Allah të në i shtonë mirësit dhe begatit, jo se dikush është në zarë për parën e dikujt dhe për mallin e dikujt. A i fukaraj ka riskun e vetë, Allahu ja ka caktu prej mbark të nanës e ti, sa e që ka me hongër dhe që ka me pi. A boj se be pëtja e tjetër nuk është me rëndësi. Me rëndësi është se ti, nëse i përbus mirësi që Allahu ti ka dhonë, Allahu ka me ti marë, ti më dhimësh. Në dhimet njëri tjetëri, kur na nuk të regojmë i mirë njohës ndaj mirësive dhe begative që Allahu na i ka dhonë. Falëndrejmë Allahun për mirësi dhe begatit e mdhaje që na i ka dhonë. Falëndrejmë Allahun që na i ka dhonë shnetin, që na i ka dhonë pasurin, që na i ka dhonë evladin, që na i ka dhonë rahatin, që na i ka dhonë qetësin, që na i ka dhonë islamin, gjitha e në këto mirësi që besimtari nat e dit du t'i manifestoj me gjuhë, me vepër, me qëndrim, me fjalë, kudo që është a i falëndron Allahun Azza wa Jall.